Sot bashkërisht kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj, nën kryetari i komunës Kujti Mugashi, drejtori i kulturës Adem Orina e ku ishte edhe kryetari i PDK-s Memli Krasniqi, si dhe përfaqësues të ekzekutivit dhe drejtor të komunës, si dhe banor të shumtë nga Hasi dhe nga mbar Kosova, si dhe me Federatën e Futbollit të Kosovës, u bë pranimi teknik i stadiumit të ri, i gatshëm për ndeshje zyrtare, që zhvillojnë sot. Në përurim të këtij stadiumi, udhëheqësi i moderimit Herolind Osmanollaj ka falenderuar zyrtarët e lartë të komunës dhe Federatës së Futbollit për takimin e sotëm. Me këtë rast, shpreh mirënjohjen dhe falenderimin tim për kryetarin e komunës së Prizrenit, zotri Shaqir Totaj, për mbështetjen e vazhdueshme, drejtorit të Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, zotria Adem Orina, për punën e palodhshme, presidentit të Federatës së Futbollit të Kosovës, zotri Agim Ademi, për mbështetjen e dhënë në realizimin e kësaj kryevepre për sportin asian. Fillimisht të pranishmit i ka përshëndetur drejtori i kulturës Adem Orina, i cili tha se sot është një ditë e madhe për klubin ton, për sportin e Hasit dhe për gjithë tifozët që e kanë pritur këtë moment. Është një moment i veçantë, nga që pikrisht tu në Gjonaj, në Kodrën e Dodaj që thirrët, sot pra edhe po bëjmë një kryevepër duke falendëruar spari kryetarin e komunës së Prizrenit zotin Shaqir Totaj dhe gjithsesi Federatën e Futbollit me në krye zotin Agim Ademi. Ky projekt ka qenë ndër projektet tuaja më të rëndësishme për zonën e Hasit, e në veçanti kur flasim për futbollin, nga që u dasht 50 vite me prit dhe mirët iniciativë që edhe kjo zonë, ky region ta ketë një stadium, sepse me të vërtet klubi futbollit Trini i Bardh tani më garon në ligën e dytë. Përveç se galon në ligën e dytë, realisht është me rezultate jashtëzakonisht të mëdha. Kur flasim për projektin, ne si komunë dhe drejtori kemi bërë jashtëzakonisht projekte të mëdha, mirë po projekti më me rëndësi për mua dhe më i veçantë që është pikërisht është ky stadium, nga që na është dhënë mundësia të krijojmë kushte për sportin e në veçanti për futbollin e Has. Unë këtë rast dua t'i falenderoj të gjitha ata të cilët kanë dhënë mbështetje duke filluar prej iniciativës së gjithë hasianëve, të cilët në vazhdimsi e mbështesin klubin e futbollit Trini i Bardh, presidentin e klubit zotin Mostaf Totaj dhe gjithë ata të cilët po mbështesin në vazhdimsi klubin e futbollit Trini i Bardh në Has. Kryetari Shaqir Totaj ka uruar këtë fushë të bukur sportive dhe tha se kjo datë të mbahet mend sepse Hasi ka shumë talente, kjo tashmë i duhet këtij rajoni dhe këtij klubi dhe pastaj ka vazhduar. Ma shumë të Federatën e Futbollit që ne ka përkrah, po edhe punën e palodhshme të Drejtorisë Kulturës dhe Sportit edhe natyrisht, përqen se klubi Trini i Bardh feston 50 vjetorin, sponsorët apo përkast financiar të klubit e kanë peshën e vetë specifike për me mundësu ekzistencën e këtij klubi. Edhe po besoj që e vazhdu me suksese, pse ju më shku edhe nivele më të larta të garave edhe në ligë të parë, edhe më lart, pse jo. Po duhet një ambient i jashtëzakonshëm, i cili do të kompletohet akoma më tepër me tribunat të cilat do të ndërtohen ndërkohë, po gjithsesi vlen me theksu se kjo është edhe një realizim i një përkushtimi të qeverisë lokale në Prizren, sepse sportin e kemi pas një nga prioritetet, edhe rezultatet e atij përkushtimi edhe atij caktimit prioriteteve tani më veç përshihen, po e përurojmë një stadium të futbollit, i cili do të jetë arenë për shumë rezultate të mira dhe për shumë fitore të ardhshme në sport, dhe jo vetëm sport. Një urim të veçantë për gjithë sportistat, futbollistat e klubit që do të luajnë këtë fushë. Presim për ty në angazhim serioz, presim rezultatet mira, edhe me siguri që motivi tyne do të rritet, edhe do të vazhdojmë kështu po them me rezultate hala më të mira, sepse Hasi ka shumë talenta, Birshadi është një nga ata talentat që se kanë pas fatin me pas një stadium tillë sot, edhe
kjo është një element shumë e rëndësishëm që ja mundëson talenta dhe me tregu afinitetet e veta dhe me u zhvillu. Pastaj të pranishmit i ka përshëndetur në emër të kryetarit të Federatës së Futbollit, Agem Ademaj. Përshëndeti Mirsad Çollaku, i cili ka uruar Hasin dhe ekipin e Drinit të Bardhë për këtë fushë sportive. Sot Hasi ka një fest të madhe se gëzohemi të gjithë. Në 5 vjetorin e klubit të Drinit të Bardhë sot po bëjmë me një stadium. Gjërat e shkuara përfshirë edhe mua kemi ndëruar. Sot Hasi, par këtij objekti ndihmes dhënë Federatë të Futbollit, komuna bashkë me kryetarin Totaj, e veçmas drejtori i rinisë sport dhe kulturës së ti Adem Marina dha një kontribut të shëmshëm për këtë ditë që ndodhemi sot. Hasi i njohur tashmë në festivalin Hasi Hën ka një poecë dhe zhvillimit të sportit, në këtë rast futbollit në Drinin e Bardhë. Për këtë edicion u ngriti ligën e dytë, ku përfaqësimi është dinjitos. Këto të arritura në rajonin e Hasit ishin të pamundura pa përkrahjen e komunitetit Hasion në Kosovë dhe diasporë. Jeni ju të dashur Hasion, që keni dhënë e po jepni shtytje sukseset të klubit të Drinit të Bardhë. Tashmë më shumë se kur ky bashkim forcash komunitetit, biznesit nga Kosova dhe diaspora, organit komunale dhe FFK-ja, me këtë objekt të bukur që përprojmë, sukseset do të jenë të lehta dhe më të realizshme. Andaj urime Hasion e gëzoshi stadiumin gjithë së bashku. Me këtë rast edhe kryetari i klubit futbollistik Drini i Bardhë Mustafa Totaj ka falendëruar të gjithë donatorët hasian dhe tha se pa të klub nuk mund të ekzistojë. I uroj gjithë Hasit stadionin në fshatin Gjonaj, i uroj gjeneratave të reja që sa më shumë të dalin talent nga ky rajon. Edhe falënderimi më i veçantë do i shkon donatorëve tanë, kontribuesve tanë, furtarëve tanë që gjenden gjithkund nëpër Evropë. Është një falënderim i veçantë për ta. Jemi shumë krenar për ta, se pa mbështetjen e tyre nuk do të ketë sukses klubi. Faleminderit edhe të gjithëve edhe urimet gjithëve. Në ceremoninë e përurimit, shiritin e përurimit bashkarisht prej në kryetari Totaj, Memli Krasniqi, Adem Marina, Mustafa Totaj, Mirsad Çollaku dhe Herolind Osmanollaj.